15 ditë prilli, shfaqja që u ngjit mbrëmjen e së premtes në Teatrin Bylis të Fierit. Shfaqja u realizua me regji të Driada Dervishi, dramatizimi i romanit me të njëjtin titull nga autori Anisa Markarian dhe interpretimin e 12 aktorëve, të cilët luajnë disa role secili. Bazuar në një roman prej 400 faqe, shfaqja u shndrua në një dramatizim intensiv për 1 orë 40 minuta. Në skenë u përsollën 15 ditë të jetës së njerëzve në festimet e ditëlindjes së një ish diktatori gjatë një periudhe të errët historike. Loja dinamike dhe ndërthurja e roleve sollën për publikun historinë e mbijetesës në një regjim të ashpër me personazhe që lëviznin mes së shkuarës dhe realitetit. Për regjisoren Driada Dervishi. Jam shumë emocionuar sinqerisht në këtë pritje në Teatrin Bylis në Fier. Çdo vit që ne vijmë shikojmë që publiku vjen në rritje. Besoj që 15 ditë prilli është një pjesë në fakt që nuk të lë indiferent, është një pjesë që të përfshin, sepse vërtet janë 15 ditë, por në fakt është pothuajse 50 vite historisë të Shqipërisë, një histori që ndoshta brezi im është i fundit që e mban mend dhe ka jetuar disi, është po aq e rëndësishëm për të mos e haruar të shkuarën, por nga ana tjetër edhe për të mos shkëputur brezin e ri nga ajo që vërtet ka ndodhur dhe ata nuk e kanë jetuar. Ndoshta flitet shumë pak në shkolla, ka filluar të lëvizin gjërat për të folur pikërisht për këtë periudhë, por siç thot një shprehje shumë e njohur, nëse nuk duam që historia të përsëritet, atëherë duhet që vazhdimisht ta kujtojmë atë. Një ndër protagonistët, aktori Romir Zalla, i cili qëndron në qendër të ngjarjes, përcjell një mesazh të fortë reflektues për publikun. Diskutimi është emocioni i madh, kjo jo vetëm për faktin që jam në shfaqje në Fier, por për faktin që kjo është një shfaqje kuptim plot, qoftë për mesazhet që përcjell, por qoftë edhe në kuptimin profesional, është një sfidë për ne, për gjithë grupin, sepse luajmë pothuajse nga 2-3 karaktere gjithsekush për aktorëve dhe janë karaktere që janë diametralisht të kundër njëri tjetrit. Kjo është, si thua, një sfida profesionale e shfaqjes. Publiku e priti mirë, ishin shumë të emocionuar dhe sigurisht që kjo është një kënaqësi edhe për ne. Për aktorët e tjerë, kjo shfaqje ishte një mundësi për të sjellë copëza realitetit të njohur për publikun e brezit të vjetër, por shpesh të panjohura për të rinjt. Po, nuk është hera e parë që punoj me Driadën, është disa herë dhe jam shumë e kënaqur nga puna me të. Ky ensemble, shiko, ishte pjesë e vështirë sepse të gjithë aktorët kanë bërë nga 3-4 role. Do me thënë, të kalosh nga një figurë ke tjetra brenda një shfaqje nuk është gjë e thjeshtë. Dhe mendoj që ja kemi dalë me sukses. Shfaqja kudo që ja kemi dhënë është mirë pritur, si dhe sonte, që u mirë prit jashtëzakonisht. Ta falenderojmë publikun e Fierit, që është gjithmonë shumë i dashur edhe është mikpritës. Fieri na priti shkëlqyeshëm. Ne menduam që do të ishte një pritje shumë e mirë sepse spektatori i Fierit e ka dëshmuar që e do teatrin, i do shfaqjet, i përqafon shumë dhe vumret e gjatë shfaqjes që e kanë ndjekur me shumë vëmendje, edhe duart trokitje të gjatë na mbushën plot. Një shfaqje e cila i përket të gjitha kohërave në fakt dhe them që nuk flet vetëm për Shqipërinë, por në një lloj mënyre si temë trajtuar edhe gjithë personazhet flasin edhe për më gjërë. Në 5 rolet e mia, 5 karaktere, ishte goxha e vështirë sepse koha për të hyrë nga njëri karakter në tjetrin është jashtëzakonisht shumë e shkurtër. Besoj që ja kam dalë, besoj që është kuptuar edhe nga duartërpitjet e publikut. Për mua është qyteti im i dashur, dhe unë jam aq shumë e lumtur që ne dham këtë shfaqje sot këtu. Edhe patëm atë impakt që patëm te publiku Fierit. Unë kam ngulur këmbë gjithmonë që publiku Fierit është më i mirë në Shqipëri. Jam shumë e lumtur. Kjo shfaqje fakt sidomos brezit tim e tuti na bën shumë mirë sepse na rifreskon memorien për çfarë të kaluarit e errët që kemi kaluar. Ne vim fakt mbas 3 muajsh pauzë dhe ishte një emocion i veçantë. Jam shumë i kënaqur, shumë falënderues publikut të Fierit që na ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë. 15 ditë prilli, në regjinë e Driada Dervishit, me muzikë të Rona Kastriotit, skenografi të Beqo Nanajt, nga skena e Teatrit Bylis të Fierit, përcolli një eksperiencë të veçantë, artistike dhe emocionale.